Jemi përsëri bashk në orën e 2 të programit. Kjo fja do me thënë, ka gjithë kohës që më thonë edhe në regji regulloje flokun, por nuk kam të bëj. Si shiu edhe flokët sot, si koha e këtyre ditëve. Edhe si mërkuri në Prapavi, që është për pjesën tjetër të programit. Mbrapsht janë këtë periudhë. Mirëmëngjes, Katerin. Do t'jemi bashkë me Teutën sot, me Teuta Maçin. Si t'kemi? Si Me dhimbje tema, koke? si tema, si koha, si mërkuri Prapavi. Nuk di si ditë e hënë. Po tani shiko, është edhe fiks ky presioni i të hënës. Është me të vërtet po. Edhe ishte edhe shumë trafik, shi, po, edhe normalisht gjendja mund t'jetë. A ndikohemi nga moti për dhimbjen e Po, kokës? ndikohen. E pra? Edhe Sepse unë themi mendoj shumë se si nuk i- shprehje këtë që kjo errësira, vranësira më jep këtë dhimbje në kokë. Ngarkesa e përgjithshme elektrike, por edhe luhatja e temperaturës, sepse ka ndikim të muskujt në mënyrë se si ata kontraktohen dhe çlirohen, edhe sigurisht që krijon tension. Ka disa shkaqe që mund të na çojnë në dhimbje koke. Po, ka disa shkaqe. Lodhja sigurisht kuptohet nga të gjithë, mungesa e gjumit është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme po ashtu dehidratimi, mos pirja e mjaftueshëm lëngjeve, mungesa e disa vitaminave, ndër të tjera studimet kanë treguar që vitamina B2, riboflavina është e rëndësishme, por edhe magnezi është i rëndësishëm. Kështu që ka disa faktorë të cilët mund të çojnë në dhimbje koke, ashtu siç ka edhe predispozicion gjenetik. Pra disa persona janë më të prirur se disa të tjerë për të patur dhimbje koke, sidomos kur bëhet fjalë për migrenën. Po, migrena është atëherë një nga shkaqet edhe çështjet gjenetike. Po. Pa u thelluar ndoshta edhe shumë, po në rastet e individëve që kanë dhimbje nga migrena që është shqetësuese, shumë e shpesht, shumë e fortë. Kjo është nga përshkrimi që kam dëgjuar nga persona që vuajnë nga migrena. Mund të kenë diçka nën kontroll, po themi, se si mund ta menaxhojnë situatën? Migrena ndahet në 3 kategori, në dhimbje koke nga migrena që është e rrallë, që është frekuente dhe që është kronike. Unë doja të ndalesha pak fare te kronikja, për arsye se ka të bëjë direkt me profesionin tim si farmaciste. Shpesh herë dhimbjet e kokës që janë kronike janë të shkaktuara nga marrja e tepërt e qetësuesve. Dhe marrja e tepërt e tyre shkakton varësi. Dhe dhimbja e kokës krijohet në momentin që pacienti, individi, nuk i mpip më këto barna për të qetësuar dhe fillon të lind dhimbja e kokës nga mbi përdorimi i qetësuesve dhe kjo njihet pak. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm me sasinë e paracetamolit apo ibuprofenit që pimë më së shumë, po dhe antigripinat, se ato kanë doza të larta paracetamolit, të cilat i pimë shpesh rregullisht për të kuptuar që në momentin që ato nuk i marrim dhe kemi mësuar trupin me to, mund na shkaktohet një dhimbje koke e cila është si pasojë e mungesës kur nuk i pimë ato të këtyre barnave. Pra, Është njësoj si puna e kafeinës. Do të presim që të kalojë një parë procesi? Jo, në fakt, këshilla kur fillon dhimbja e kokës është që të merren qetësuesit sa më shpejt, në mënyrë të tillë që sidomos në rastin e migrenës të mos bëhet dhimbja shumë e fortë. Në momentin që pritet të merren qetësuesit, dhimbja bëhet shumë e fortë dhe do të duhen shumë herë më shumë qetësues për ta qetësuar, si thua, atë qetësues të dhimbjes së kokës, ilaç ose barna. Sigurisht në rastet duhet të bëjmë pak ndarje. Në rastin se kemi të bëjmë me një dhimbje koke që e quajmë dhimbje koke tensioni dhe duhet të kemi parasysh jo tension të gjakut, ai është presioni i gjakut. Tension të muskujve, të qafës, të pjesës së fytyrës, nga pozicionimet të situash të kushtëzuara, të kontraktuara, apo tension që mund të vi nga stresi, nga lodhja, nga ngarkesa ditore. Ai është një lloj, këto janë dhimbje koke të cilat ndoshta dhe me pak gjumë, dhe me pak qetësim, dhe me pak shkëputje nga vendi, ose ndoshta me pak lëvizje, ajër të pastë sigurisht mund të qetësohen dhe mund të presesh në këtë rast për të marrë qetësuesin e dhimbjes, ilaçin. Kurse në rastin kur kemi të bëjmë me një dhimbje të koke që është e diagnostikuar, siç është migrena, atëherë duhet të fillohet menjëherë sa po të ndihet me ilaçet përkatëse në mënyrë që intensiteti mos të rritet dhe pacienti mos ta ketë shumë të vështirë më pas për ta qetësuar. Ndërkohë, teksa po flisnim, ishte një fotografi shoqëruese për bisedën, na ndihmon pak regjia edhe një herë tjetër. Ishte një ndarje mes migrenës, pra dhimbjes individit të tensionuar, po e them për të kuptuar dhe për të dalluar nga presioni i gjakut. Pastaj kemi edhe 2 variante të tjera dhimbjesh, 2 lloje të tjera.
Po, në fakt ka shumë lloje. Kjo është një foto, po, është një foto e thjeshtëzuar, përveç kësaj sigurisht që kemi të bëjmë edhe me dhimbjen e kokës që vjen nga cervikalja, fëmijët kanë shpeshherë dhimbje koke dhe nëse migrena në të rriturit shfaqet në gjysmën, në njërin nga gjysmët e fytyrës, te fëmijët për shembull mund të shfaqet në të dy anët. Pra fotoja që ti të plot duhet të ishte shumë herë më e gjerë, po sigurisht kjo është një pjesë është një pjesë demonstruese për ato që ne hasim edhe më shpesh në farmacia. Meqense e përmendë, cervikalja është gjithashtu shumë e ndjeshme si zonë që na shkakton dhimbje koke, marrje mend. Po, cervikalja sigurisht kemi të bëjmë me dëmtimin e strukturave muskulare që ka të bëjnë, muskulare dhe jo vetëm, por edhe të shtyllës kryesore në zonën e qafës, dhe ato sigurisht që bëjnë kontraktime të muskujve, bëjnë dëmtimeve, ose thuash aktivizime, ose ngacmohen muskuj, faktikisht. Ngacmohen nervat që janë, është një zonë me shumë inervim shumë të lartë, me nerva të shumë që shkojnë në gjitha pjesët e kokës, dhe si pasoj, dëmtimi i strukturave aty mund t'japi dhimbje të forta koke. Dallohet dhimbja nga cervikalja sepse fillon gjithmonë në zonën e qafës. Pra është një dhimbje që sigurisht vazhdon dhe rrezaton edhe në pjesën tjetër të kokës, por që më së shumti është lokalizuar në pjesën e qafës. Dhe shoqërohet me shenja të tjera? Dhimbja, siç e tha edhe Katerina, po mund të japi ndjesi të vjellash, mund të japi turbullir shikimi, mund të japi luhatje të presionit të gjakut, pra tensionit të gjakut. Shpesh herë e ngatrojnë biles dhimbjen e kokës nga cervikalja me dhimbjen që mendojnë pacientët që vjen nga luhatja e tensionit. Shpesh herë luhatja e presionit të gjakut tensioni duhet të jetë shumë i lartë në shumicën e pacientëve që t'japi vërtet dhimbje koke. Ajo që jep më së shumti dhimbje koke është dhe që pacientët e vënë shpeshherë dorën këtu mbrapa, është pikërisht dhimbja e kokës nga dhimbja e kokës që është nga dëmtimi i strukturave rreth rrotullit. Mund të bësh diçka për ta qetësuar përveç po themi trajtimit mjekësor që kush është me këtë lloj problemi natyrisht punon me fizioterapistin apo ndihma të tjera. Fizioterapia është shumë e rëndësishme në rastin e cervikalës, sepse duhet shkëruar struktura. Një qëndrim më i drejtë do të ishte, një veshje shalli, nuk e di se tani me sa di unë edhe nga i ftohti duhet ruajtur Po, mirë. sepse normalisht kontraktohen muskujt edhe japin dhimbje. Fizioterapia është shumë e rëndësishme, është e rëndësishme të përcaktohet se nga se vjen dhimbja e kokës, sepse shpeshherë shohim pacientët cilët shkojnë nga neurologu në neurolog dhe bëjnë kontrolle dhe vizita të ndryshme sepse ju dhëm koka dhe harrojnë të kontrollojnë për shembull vertebrat. Sigurisht fizioterapia është një nga mënyrat më të mira, po edhe mënyra se si flen gjumë, se sa flen gjumë, se si e mbështesin qafën kur flen gjumë, sepse për shembull jastoku është shumë i rëndësishëm që t'japi një suport në qafë, pra duhet jetë anatomik në mënyrë të atillë që qafa si pasojë e gravitetit të mos bjerë në boshllëk dhe mos të kontraktohen edhe më tej muskujt. Pra duhet folur me specialistin përkatës, po duhet të përcaktohet mbi të gjitha. Nëse dhimbja e kokës vjen nga tek pjesa e gjumit duhet të ndalesha pak, se shikoj edhe online shumë pozicione ose metoda se si duhet të flesh gjumë mirë dhe cili është pozicioni më i mirë për të fjetur gjumë. Po, nuk të zë gjumi, nëse ti nuk ke atë pozicionin tënd, mendoj të paktën, baset e personalisht, pozicionin tënd vetjak. Sigurisht është shumë individuale, por janë ca pozicione, lloji i dyshekut, lloji i jastëkut, mënyra, temperatura në dhomë, sa errësirë është në dhomë, sa deri në çfarë momenti ke mbajtur televizorin ose telefonin hapur përpara se të flesh gjumë. Shiko, pozicioni është një problematik, por gjumi është shumë kompleks, sepse që të kesh një gjumë të mirë, do të thotë që të arrish në le themi në ato fazat e thella të gjumit ku të bëhet rikuperimi dhe rigjenerimi që ka pastaj direkt të bëjë me dhimbjen e kokës, dhe që ky proces të ndodhi që personi të arrijë fazat e thella të gjumit në një natë, duhet që të plotësohen disa kushte dhe pozicioni është vetëm një prej problematikave. Higjiena e gjumit, kështu quhet, përfshin një sër aspektesh, se dhe siç thash temperatura,
mos përdorimi i dritave, mos hash vonë natën, të mos pish alkool, pra ka shumë arsye. Kurse pjesa e të fjeturit në pozicion është çështje të mësuari. Unë vetë kam qenë një person që flie gjithmonë në bark, derisa më thanë që shiko se të bën shumë keq për qafën, me qenë se cervikale është një nga pikat e mia të dobta të dhimbjes, dhe normalisht tani nuk flet dot më në bark, sepse më krijohet ajo ideja që po dëmtoj veten dhe çfarë do më ndodhi, dhe në fakt tani fle siç pjesa më e madhe se çdo këshillohet, drejt më së shumti, në një pozicion që s'do ta kisha menduar kur që do të ishte për mua i përshtatshëm. Kështu që shumë gjëra janë pak psikologjike dhe mënyra se si ti e mëson veten. Dhe do të shkojmë pak edhe tek dhimbjet e fëmijëve. Edhe fëmijët ankohen për dhimbjen e kokës, edhe pse mund të jenë në moshë të vogël, klasa e parë, po themi. Cilat mund të jenë shkaqet që ta çojnë një fëmijë të ketë dhimbje koke që është e paperceptueshme për moshën? Përveç fëmijëve që sigurisht kanë prirje gjenetike të theksuar për të patur migren, që sigurisht edhe migrena shkaktohet nga disa faktorë, nuk lind nga hiçi. Pjesa më e madhe e fëmijëve dhimbjen e kokës e kanë si pasojë e qëndrimit të gabuar, duke parë televizor, duke parë ekran, duke parë iPad ose tabletën, dhe vjen si pasojë e shtrëngimeve muskulare që ndodhen, kontraksioneve muskulare që ndodhen si pasojë e posturës, e qëndrimit të tyre jo të mirë, dhe sigurisht dhe fokusimi në një, le themi, largësi jo shumë të mirë, jo shumë sepse telefonin zakonisht e mbajnë goxha afër, dhe ajo bën që të kontraktohet muskulatura e fytyrës, edhe sigurisht japi edhe dhimbje të përkatëse, të sforcohet qafa. Kështu që për fëmijët, neve duhet ta dimë, si gjithmonë kemi thënë, jemi kafshë të natyrës, edhe pse jemi njerëz dhe jemi bërë që të shohim në largësi. Dhe ndërkohë tani jemi të mbyllur brenda 4 mureve dhe i vendosim vetes edhe një tablet përpara, dhe kjo e kufizon edhe më shumë shikimin ton, edhe na bën të dalim, të largohemi nga ajo çka është natyralja që ka qenë për miliona vjet. Dhe dhimbja e kokës mund të shkaktohet gjithashtu, mbaj mend kur kam qenë e vogël përpara se të vendosja syzet, dhimbja e kokës ka qenë një sinjal për të kuptuar se unë duhet shihja të bëja vizitën te okulisti. Patjetër, sigurisht që syt kanë të bëjnë shumë me nervat më pas, të cilët shkaktojnë, si thua, aktivizohen më shumë se ç'duhet edhe japin sinjale. Dhimbja, kemi thënë, është gjithmonë një shenjë alarmi, është mbrojtës për organizmin, është për t'ju thënë të gjithëve që shiko diçka po bën në mënyrë të gabuar, kështu që duhet të ndërhysh, dhe sigurisht që mungesa, po ajo është diçka që dallohet, sepse fëmia që nuk shikon mirë i jep shenjat, mjafton që prindit jetë i kujdesshëm, sepse jep dhe shenjat në klasë, ose mund të ketë rënje nga mësimet, mund të ankohet për dhimbje të shpeshta koke. Por ja që më së fundi unë shoh shpeshherë fëmijë që nuk kanë probleme me shikimin, por kanë problemi dhimbjes së kokës, vjen më së shumti nga teknologjia, po, i tabletave celulare. Dhe barnat që përdoren tipikisht? Gjithmonë fillohet me paracetamolin, gjithmonë e mira do të ishte të fillojë nëse dhimbja e kokës është e fortë, të fillojë edhe në doza të larta, pra mund të fillohet për të rriturit edhe me 2 tableta 500 mg, 1 gramshe të merren një herë, është në mënyrë që të arrihet ajo, si thua, shqetësimi i dhimbjes. Kur ka dhimbje të cervikales, kur ka kontraksion muskular, nëse mjeku e shef të rëndësishme ose të nevojshme, mund t'i japi edhe qetësues të muskulaturës, çlirues të muskulaturës, si është tiokolkicidi, dhe kombinohen së bashku, dhe në disa raste mund të merret edhe antiinflamatorët, siç është ibuprofeni, ketoprofeni. Edhe ka disa persona që ne kishim në shkollën e farmacisë kur studioja unë, e quanim koktejl. Nuk është për ta stimuluar përdorimin e shumë të barnave, po ndonjëherë duhet të kombinohen, dhimbja është aq e fortë sa duhet të kombinohen të treja që të arrihet një qetësim. Pra vetëm ndonjëherë vetëm një ilaç nuk mjafton, dhe është shumë e rëndësishme që të pritet cikli i rrethit vicioz të dhimbjes, sepse është dhimbja shkakton një, si thua, gjendje as pak të mirë të organizmit, edhe emocionale, edhe fizike, edhe sigurisht të dëmton në jetën tënde të përditshme. Kështu që në njërin anë nuk duhet pihen shumë qetësues, sepse duhet të merret dhimbja si një sinjal për të ndryshuar diçka, dhe duke pirë qetësues vazhdimisht ti mund të shkaktosh edhe dhimbje, siç tham në fillim, më shumë se ç'duhet. Por nga ana tjetër, duhet që të gjesh, si thua, atë balancën ideale që. Dhe me suplementeve kuptova që ishte B2 dhe magneziumi dhe koenzima Q10, kanë studime shkencore të cilat vërtetojnë ose tregojnë që mund të ketë sigurisht efekt të mirë në dhimbjen e kokës, më së shumti te pacientët me migrenë, ndërkohë gjinxheri dhe kamomili
Janë dy substancat të cilat mund të qetësojnë në moment dhimbjen e kokës dhe kurkumina ose turmeriku, qoftë në formën e kapsulave, qoftë në formën e pluhurit. Në studime shkencore tregon që mund të parandalojë shfaqjen e dhimbjes së kokës, sepse ka efekt anti-inflamator, pra duhet kuptojmë që një pjesë e dhimbjes është proces inflamator, që shkaktohet me shenja caktuara në trup. Dhe besoj kjo merret edhe në forma anti-inflamatore. kur ti jemi këson, për shembull, me qumshtin kam parë që përdoret shumë turmeriku. Po, turmeriku quhet qumshti i artë, nga bëj pija e artë. Po, golden latte, po, qumshti i artë, po. Kështu që ti përfshime edhe në regjimin tonë ushqimor pak a shumë këto produkte. Po, patjetër, pra mund të merret në formën e pluhurit të konsumohet si erës, por mund të blihet edhe në formën e suplementit. Sigurisht duhet provuar, duhet kuptuar një herë, sepse në momentin që kjo migrena ka faktor inflamator si dhimbje, si sëmundje, dhe sigurisht që produktet anti-inflamatore janë shumë të rëndësishme ndër të tjera kurkumina. Por në rastin e dhimbjes së kokës nga tensioni i përgjithshëm, pra jo i gjakut, për ta thënë një herë, inflamacioni nuk është shumë i lartë dhe sigurisht ka të tjera masa që duhen marrë për të qetësuar, për shembull magnesium do të ishte një suplement më i përshtatshëm. Të falenderojmë shumë. Kënaqësi. Edhe tani besoj ti e ke pirë paracetamolin, për dhimbjen e kokës. 2. Bravo, i ke marrë masat. Dhe një Albin. I ke marrë masat. Po, kafeina bën shumë punë. Kafeina dhe kafja dhe çaji i jeshil bën shumë punë, sepse ka aftësi të konstriktoj, të ngushtësoj enët e gjakut, dhe kjo ka efekt shumë të mirë në dhimbjen e kokës, me kushtin që mos të pihet aq shumë sa kur mos të pihet, të shkaktoj dhimbje koke. Është një nga dhimbjet e kokës është ajo kur ti nuk merr kafeinën që je mësuar. Shumë mirë, bëjmë një ama kafe tani. Gjatë publicitetit. Po, 2. Faleminderit shumë të Faleminderit juve. Do takohemi përsëri me të Utën edhe në vazhdim në ditë të tjera këtu në program, ndërkohë shkojmë në publicitet. Kur të kthehemi do të jemi me të ftuarën e ditës, do të jemi me Kristanti Kalojerin, astrologen ton, flasim për horoskop, astrologji pas pak.